Presidenti i Republikës i tha përgjigje të drejtë për drejtë kryeministrit kur tha se jo vetëm nuk ka goditur çështje kombëtare, por se është kujdesur për kushtetutën dhe interesat e vendit, kur i ka kthyer në kuvent 5 ligjet për rishqyrtim. Për arsyen e thjeshtë se nuk kemi ende një reformë. Nuk kemi të bëjmë me asnjë projekt konkret të reformave për të cilat diskutojmë. Por përmes atyre akteve, Presidenti i Republikës ka denoncuar mos respektin nga ana e kryeministrit të vendit ndaj kushtetutës së vendit. Kam denoncuar mos respektin e kryeministrit të vendit ndaj të gjitha atyre standardeve demokratike që janë arritur me shumë mund dhe sakrifica gjatë 25 viteve të fundit në Shqipëri. Përmes atyre akteve, kam denoncuar mos respektin e kryeministrit të vendit ndaj institucioneve kushtetuese. Rrëzimi apo jo i dekreteve është e drejtë e kuvendit, tha Nishani, i cili refuzoi të përfshihet në debate që, siç u shpreh ai, nuk i takoi një komunikimi serioz mes institucioneve të vendit. Kritikën e ka me gjuhën e kryeministrit. Nuk kishim asnjë argument në trajtimin e këtyre dekreteve dhe procesit të rrëzimit tyre nga ana e kryeministrit, por kishim adresim fyerje sharjesh që natyrisht unë nuk do t'i përgjigjem, sepse ndaj një model krejt tjetër të kulturës politike dhe të formimit civil, për herë të parë në fakt në historinë e pluralizmit shqiptar, ndodh që një kryeministër e shfrytëzon nisjen e sesionit parlamentar për të bërë një gjyq publik ndaj Presidentit të Republikës. E shndroi foltoren e kuvendit të Shqipërisë në një llogore personale për të adresuar sharje dhe fyerje ndaj Presidentit të Republikës. Mirë është që problemet e qytetarëve të vijnë në fokus. Retorika në ekrane nuk e shëndosh ekonominë e tyre dhe as i bën ata më të sigurt, sjell në vëmendje kreu i shtetit. Treguesi i zotësisë është zgjidhësh hallet dhe problemet e qytetarëve shqiptar. Në gjykimin tim, treguesi i forcës është ndeshësh me krimin dhe të fitosh betejën me krimin. Unë këto zotësi dhe këtë forcë pres ende të shoh dhe të pres nga ana e qeverisë dhe ana e kryeministrit. Ai vlerësoi me tonë maksimale konferencën e Berlinit, duke parë atë si një ndihmë të fortë për Shqipërinë dhe rajonin. Në këtë rast unë vlerësoj maksimalisht angazhimin dhe përkushtimin e qeverisë shqiptare për të ofruar kontributin e saj, jo vetëm në këtë summit, por dhe në ndjekjen dhe implementimin e vazhdueshëm të objektivave të shpallura në këtë summit, dhe fakti i angazhimit të drejtë për drejtë të Gjermanisë dhe personalisht të kancelarës Merkel është garancia më e madhe dhe më e fortë e suksesit, e vijshmërisë të këtij procesi dhe inkurajimit që duhet të gjithë ne vendet e Ballkanit duhet së bashku ta vlerësojmë dhe ta kapim si shanse dhe si moment të rëndësishëm. Presidenti Nishani shpreson që marrëdhëniet konfliktuale mes politikës dhe institucioneve në Shqipëri t'i lënë vend për mbushjes së atyre standardeve që do t'i shërbenin hapjes së shpejtë të negociatave për antarësim.